Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot në Informohu edhe ti kemi kënaqësinë të mirëpresim një grua që përfaqëson artin dhe mendimin kritik shqiptar në skenat ndërkombëtare. Pianiste e koncertesh me çmime evropiane dhe analiste kërkimore në një nga institutet më prestigjioze të politikës ndërkombëtare, Carnegie Europe. Me origjinë nga Ulqini, ajo është dëshmi se si pasioni për muzikën mund të bashkëjetojë me angazhimin për politikën e jashtme dhe Ballkanin. Me neve sot është Iliriana Gjoni, të cilën në këto momente dua ta përshëndes dhe ta falenderoj që ka pranuar ftesën tonë që të ndaj me shikuesit e televizionit Bojnë një pjesë të rrugtimit të saj. Shumë faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi të jem me ju sot. Atëherë, para se të flasim për karrierën tuaj të jashtëzakonshme, na ndihmoni të kthehemi tek ato fillimet, se si ka qenë fëmijëria juaj në Ulqin dhe cilat ishin ato nxitjet e para që ju shtyn drejt muzikës klasike. Fëmijëria ime ka qenë e ndarë ndërmjet Ulqinit edhe Dinoshës. Duhet ta theksoj këtë, pasi unë jam mbes e këtij vendi edhe kam qenë shumë prezente edhe këtu, edhe me thënë drejtë, ndoshta talenti i muzikës është kështu në fis themi që duhet këtë ardhur nga kjo anë, sepse shumë nga kushrinjtë e mi merren me muzikë, me të vërtet jo me muzikë klasike, mirë po, domethënë këtë veshin duke që kemi të trashëguar nga kjo anë. Edhe unë si fëmijë domethënë afrohesha, sepse kushrinjtë e mi ishin më të mëdhenj se unë dhe kishin synthesizer ose diçka të ngjashme, kisha shumë kuriozitet ndaj tingullit. Pastaj në televizionet italiane, të cilat i ndiqnim me shumë kërshëri në atë kohë, kishte shpesh jepeshin koncerte të vajzave të reja, të veshura me fustane, balloje, luanin vepra shumë bukura dhe mua kjo më mahniste shumë. Pastaj rastësisht u hap dhe shkolla e muzikës në Ulqin, unë jam nxënëse e gjeneratës së parë të kësaj shkolle, pra kam pasur vërtet shumë fat që u lidhen shumë gjëra bashk dhe kështu u mundsua hapi im i parë drejt këtij instrumenti në një mënyrë shumë profesionale dhe të përkrahur, domethënë denjësisht edhe në nivelin institucional pastaj. Shumë shpejt fillova të dallohem ndoshta edhe nga grupi së bashku edhe me shoqen time Laureta Paloka Jacović, që ka qenë edhe profesoreshe pianos këtu në Tuzë. Fillova të dallohem për talentin tim, bëja koncerte, nuk kisha frikë nga skena, gjithmonë isha shumë e uritur të provoja, domethënë vepra të reja. Shkonim në atë kohë Shkolla Muzikës së Ulqinit ka qenë pjesë edhe e Shkollës së Muzikës së Tivarit, kështu që bënim koncerte edhe në Tivar, ishte diçka shumë interesante, sepse disa vajza shqiptare, domethënë vinin për herë të parë në këtë podium, të luanin vepra jo të thjeshta dhe luanin bukur, me talent, kështu që pak nga pak domethënë u krijua një vazhdimsi dhe fillova të performoj edhe në konkurset e para, pra në garat republikane, ku morëm çmimin e parë, apo lirën e artë, siç quhej në atë kohë, dhe kështu pak nga pak arritëm që të kemi suksese fillimisht në qytetin tonë, në nivel republikan, në së fundmi edhe në gara evropiane. Dhe atë që unë kuptoja vazhdimisht ishte që në skenë unë ndjeja veten jo më të vogël, po akoma më të madhe se sa që ishja vërtet, ndjeja veten 100% ajo që jam. Mund të shprehja, domethënë disa anë ndoshta të personalitetit, cilat tani nga pozita ku jetoj sot, e kuptoj që në atë ambientin në cilin ne jemi rritur, kanë qenë domethënë fundi i viteve 90-ta, kanë qenë vite jo lehta për një fëmijë, domethënë kishim luftën në Kosovë, ne kemi pasur në Ulqin shumë refugjat, kanë qenë një gjendje shumë e rënduar psikologjike për një fëmijë që ne normalisht nuk i perceptonim në atë mënyrë dhe unë e kisha gjetur këtë këndin tim pa brenga, që ishte muzika klasike. Dhe ajo muzikë klasike mua më bëri pastaj që vërtet të mund të zbuloj botën, të mos zbuloj edhe këto talentet e tjera. Ndërsa me vonë CV-ju e rrugtimi juaj profesional, do të thotë cilat kanë qenë etapat më të rëndësishme në formimin tuaj? Po, unë që në moshë fare të vogël, nga Ulqini, fillova të lëviz drejt Cetinjës, ku në Universitetin e Arteve fillova të marr mësim me Boris Kraljević, i cili kishte mbaruar Universitetin e Moskës, një nga shkollat më të mira botërore për pianon. Dhe me ato shifnim gjithmonë që gjeni mundësi performimi apo edhe pjesëmarrje në garat ndryshme, qoftë rajonale apo edhe më gjerë, dhe kështu ai domethënë më
Më ndihmoj që të kuptoj që piano vërtet është e denjë të bëhet karriera ime jetësore. Edhe identifikohesha, do më thënë, shumë me atë pjesë, edhe pse që në shkollë fillore, pastaj në gjimnast Ulqin kam qenë nxënëse e gjeneratës, gjimnast përgjithshëm, për të vazhduar më vonë edhe në shkollën e mesme të muzikës në Podgoricë, ku gjithashtu isha nxënëse e gjeneratës. Do më thënë, kam pasur interes edhe kam punuar shumë edhe në lëndët e tjera. Ky dualitet ndërmjet interesave të mia ka ekzistuar, do më thënë, gjithmonë. Dhe fillimisht vendosa të shkoj në Tiranë për të mbaruar Akademinë e Arteve atje. Kisha një dëshirë ndoshta që studioja edhe filozofi përveç pianos, megjithse në atë kohë unë studioja me nga 10-12 orë dhe duke qenë tip shumë perfeksionist, nuk është e mundshme për mua në këtë moshë që akoma duhet të arrij, domethënë pjekurinë profesionale, emocionale e tjerë që të shpërndahem kaq shumë, dhe ju dedikova vetëm pianos. Aty në vitin e parë apo dytë erdhi një profesoresh italiane, shumë e mirë, dhe unë mora pjesë të masterclassi i saj, dhe nga i grup që ishim studentësh në Tiranë, ajo më piketoi mua që do ishte një dëshirë shumë e madhe e saj nëse unë do të vazhdoja studimet master me atë. Bëra pastaj aplikim në ambasadën italiane në Podgoricë, gjuhën e flisja është, gjuha ime e pare huaj është italishtja, para gjuhës malazeze, përveç sukseseve në piano cila gjithashtu e kompletuan, do më thënë, failin tim apo CV-n, dhe mora këtë bursë për të shkuar në Itali, ku mbas një viti fitova dhe një bursë tjetër për të vazhduar studimet e mia në Gjermani, fillimisht me një semestër shkëmbimi në Karlsruhe, që është ndër universitetet më të mira gjermane, por duke parë talentin tim dhe angazhimin tim sidomos, sepse kthehesha mbas një javë, ndoshta kisha mësuar një program një orë e gjysmë të tërin përmendesh. Gjërat të tilla edhe në Gjermani ju duk diçka e jashtëzakonshme. Tha ti nuk duhet të ikësh në Itali, ti duhet të rish këtu. Edhe kështu e vendosa që do të qëndroj në Gjermani. Gjermania pastaj ishte një kapitull shumë interesant, sepse është një mentalitet komplet ndryshe. Shumë neve që jemi nga Bregdeti sidomos, nga edhe Ballkani, na dukej pak shumë i largët, shumë i ftohet e tjerë, po unë e kisha ndarë mendjen që shkollën duhet ta bëj me sukses shumë të mirë, edhe duhet të kem atë nivel që të mund të funksionoj vërtet në një shoqëri evropiane dhe ja dola, megjithse jo gjithmonë, domethënë kulminante në atë egzaltimin tim, ndonjëherë ka qenë me të vërtet jo e thjeshtë, sepse ne vim nga mjediset vogla dhe këto vende të mëdha ndonjëherë sikur ajo vorbulla e punës, vorbulla e jetës të gëlltit brenda dhe nuk isha mësuar me atë lloj shpejtësie, me atë lloj, domethënë, lëvizje aq kaotike, por mbas një kohe të caktuar arrita, domethënë, të përfundoj 2 mastera me notat më të larta të pianos dhe muzikës së dhomës. Kalova në Munich, ku punoja në një shkollë shumë të mirë, në qendër, me nxënës të mirë. Mirë po, me kalimin e kohës në Gjermani, mua mu rikthye kjo dashuria për shkencat sociale, pasi që në moshën, them, 15-16 vjeçare, kisha filluar të aktivizohem nëpërmjet organizatave qeveritare për të drejtat e të rinjve, të grave e tjerë, edhe kisha përfaqësuar Malin e Zi në një institut leadershipi, programi US State Department, domethënë Departamentit të Shtetit Amerikan. Kisha përfaqësuar Malin e Zi atje dhe gjitha këto po më riktheheshin. Për një kohë studiova edhe drejtësinë në Podgoricë, kështu që sapo arrita, domethënë, ti përmbyll me sukses të gjitha pjesët profesionale të pianos, fillova të interesohem se si mund ta riaktivizoj, domethënë, edhe atë pjesë, sidomos duke parë me një farë mënyre sa larg akoma janë shoqëritë tona dhe sa gjykohemi faktikisht edhe nga këto shoqëritë perëndimore, të cilat kanë shumë për të thënë, domethënë, vendimarrjen e asaj se çfarë ndodh me rajonin ton, se ku do të shkojë nesër pas nesër Mali apo Shqipëria në ato integrimet e veta evropiane, thash, ka vend për një person si unë që i ka përjetuar të dyja këto realitete
nga shumë afër dhe ka arritur domethënë ti përvetsoj në një pikë që tani ndja veten unë dua që vendi jon të ketë një zë në tavolinë, të mos vendosin gjithmonë të tjerët për ne, por që edhe ne domethënë të kemi të drejtën që të bashkë vendosim se ku do të jemi nesër, si njerëz, si popull dhe si rajon. Edhe kështu, vetëm një ditë të bukur, fillova të bëj kërkime dhe gjeta një program shumë të mirë afër Brukselit, sepse e dija që nëse dua të influencoj në nivel aq të lartë, duhet të shkoj afër ose në metropolën burokratike të Europës, që është Brukseli, gjeta këtë program, aplikova, dhe duke parë CV-n time dhe letrën time të motivimit e tjerë, ata vendosën që direkt të më fusin në nivelin master. Kam bërë atë vit një studim shumë të thelluar, sepse ishte një program goxha kërkues. Universiteti i Leuvenit është universiteti më inovativ në Evropë, ka më shumë se 10 vite, është një universitet rreth 600 vjeçar. Edhe e ndjeva veten që me të vërtet kjo është ajo që më mungonte. Dhe mbas përfundimit të këtyre studimeve, ishte edhe momenti i koronës, nuk ishte fare thjesht, sepse edhe atje, në momentin që lexojnë biografin tënde dhe shohin që ti për 10 vjet ke studiuar piano, ke bërë konkurse, ke dhe mësim, ke qenë nëpër juri të muzikës klasike në Gjermani, fillojnë në pyesin veten pse do të vi të bëj politik, kjo vajzë çfarë intereson, është shumë mirë atje. Edhe ekziston kjo lloj ideje, gjithandej që kush është në art, bën qejf, kënaqet, është bukur, është një profesion që ka të bëjë me ndjenja, nuk është aq i ftohtë, nuk është aq racional, po kjo është në përjetimin e atyre momenteve të fundit kur është realizuar vepra e tjerë, është kjo, ndërsa pjesa e punës artistike është një punë shumë e vështirë, që do shumë sakrifica dhe në piano për shembull ndonjëherë duan muaj të tërë të dëgjosh atë rezultatin e punës tënde. Kështu që nuk është fare një punë e thjeshtë. Unë tani që kam mbaruar këtë programin tjetër, mund ta them domethënë nga veta e parë që është një ndër punët më të vështira. Po edhe në Bruksel, domethënë nuk jam dorëzuar, kam qëndruar aty dhe fillova sepse networking që quhet, rrjedhëzimi, është një pjesë e rëndësishme e një karriere siç është kjo në marrëdhëniet ndërkombëtare. Është shumë e rëndësishme që, për shembull, unë fillova të marr pjesë në gjitha evenimentet e Brukselit që kanë të bëjnë me integrimin evropian të shteteve të Ballkanit. Edhe pse unë në atë moment thjesht kisha mbaruar universitetin, kisha qenë studente e mirë, po nuk është se ata më kishin në radar që duhet ta ndjekim këtë vajzën se ajo një ditë do jetë person kyç në këto tema. Por unë e dija që këtë dua ta bëj dhe kjo është shumë e rëndësishme, besoj tek secili njeri ta gjej atë rrugën e vet. Edhe kështu kur u hap fillimisht kam bërë një eksperiencë të parë të Parlamentit Evropian, ku kalova shumë mirë dhe punoja domethënë me njerëz shumë më të mëdhenj se vetja në përgatitjen apo në trajnimin e eurodeputetëve. Ka qenë një eksperiencë shumë interesante, por akoma më interesante besoj për mua personalisht është puna ime aktuale. Dhe pse i përmenda gjitha këto më herët vica evenimentet e tjerë, kur bëra intervistën e punës, erdhën shumë pyetje të tipit kë do ftoja sikur të bënim një eveniment mbi këtë temë, çfarë do studioja sikur të flisnim për atë temë. Dhe me që kisha jetuar për një kohë caktuar në Bruksel, i njihja gjithë personat dhe gjithë temat aktuale. Dhe kur më përzgjodhën, më thanë, ne kemi hulumtues, kërkues që janë shumë të zotë, por shumë prej tyre rrinë thjesht nëpër biblioteka dhe thellohen në shkencë, mirë po, ti nxjerrësh jashtë, është shumë e vështirë për ata të integrohen në proceset e vendimmarrjes. Ekziston pothuajse një mur ndërmjet akademikëve dhe policy makers apo politikbërësve apo politikanëve, burokratëve e tjerë. Ndërsa ty tha të kemi shumë të lëvizshme, ti ditë bësh edhe pjesën akademike edhe pjesën tjetër që është më dinamike. Po i thash ne njerëzit e Ballkanit, i thash ne kështu, nga që na ka mësuar jeta që është me aq shumë peripeci, ne gjithmonë jemi
adaptuar. Edhe këtu unë mësova domethënë që të sjellë edhe ato talentet tona, mos e shohim botën vetëm bardhë e zi, por që domethënë të arrim nxjerrim më të mirë nga secila situatë. Vërtet një rrugtim shumë i bukur, shumë interesant, ku suksesi as nuk ka munguar. Dua të kthejmë paksa tek muzika, të di se cilat janë ato sfidat më të mëdha që ka një artiste shqiptare në skenat ndërkombëtare. Është shumë më ndryshe, e besoj të jesh artiste nga vendi jonë dhe pastaj të kalosh në skena ndërkombëtare tani, se sa siç ka qenë në momentin kur unë isha 12-13 vjeç, sepse ato momente janë shumë të rëndësishme në jetën artistike të një pianisti klasik, sepse në atë kohë nuk kishte, domethënë, ne duhet bënim aplikime për vizat, cilat ishin shumë të vështira për të marrë, edhe nëse ti kishe fondet e duhura, edhe nëse të vinin ftesa nga vende me renome, shpesh mund të thonin që thjesht nuk ta japim vizën, sepse ekzistonte një lloj bindje nga ana tjetër që ne duam të marrim vizë thjesht për të ikur andej dhe për qëndruar andej. Ndërsa sot artistët e rinj nuk i kanë këto peripeci, sepse mund të qarkullojnë spaku nëpër gjithë Evropën, pa marrë asnjë lloj vize, pa bërë asnjë lloj aplikimi, që është një plus shumë i madh. Me çmime shumë të voliqme mund të fluturohet në një metropolë evropiane dhe mund të marrësh mësim me një profesor shumë të mirë që nesër pas nesër ai profesor mund të marrë ty në universitet në klasën e tij, etj. Këto gjëra nuk kanë ekzistuar në kohën tonë. Mos them që ato konkurset e para që kemi bërë, shpesh kemi aplikuar për përkrahje financiare nga bizneset të ndryshme lokale, etj. Sepse me fluturime, hotele, tjerë ishin thjesht kosto të papërballueshme. Këto janë ato sfidat materiale, ndërsa pastaj kur je në një vend siç është Italia apo Gjermania, është për mua personalisht ka qenë jo e thjesht ky kalimi nga një mjedis i vogël në mjedis të madh, që nga momenti kur kam ikur nga Ulqini në Tiranë, edhe pastaj në vende tjera që mentaliteti është shumë ndryshe, duke ardhur nga një vend i vogël që njiheshim. Unë edhe tani që kam marrë këtu në Tuzë që bëj koncertin, shumë prej njerëzve nga organizimi, shumë njohin, në Ulqin e njëjta gjë, domethënë ekziston një lloj përkrahje të cilën ne e marrim për të mirëqenë këtu në vendin tonë. Gjë që e cila pastaj absolutisht nuk ekziston kur del jashtë, dhe sa mësohesh të kalosh, domethënë ta nxjerrësh gjithë ato energji, gjithë ato dashuri e përkrahje që marrim nga njerëzit më të dashur, ta marrim thjesht nga vetvetja, ajo është një kalim interesant, sepse nuk e kisha konceptuar fare deri në atë moment. Kisha qenë një vajzë, domethënë, punëtore, studioze, por që gjithmonë kam pasur edhe prindrit, edhe vëllezërit, edhe motrën. Është diçka që ne, domethënë, që jemi një shoqëri akoma që ka bazën në familje, e marrim si shumë normale, por kur je vetëm dhe kur je jashtë, duhet t'i bëhesh vetes. Edhe prind, edhe motër, edhe vëlla, dhe është fillimisht ka qenë shumë e vështirë. Ndërsa tani disa njerëz shkojnë palestër, mua më duket sikur kam qenë në palestrën e emocioneve, sepse kam mësuar të mos i marr gjërat fare personalisht, nëse diçka nuk shkon me një herë siç dëshiron ti, duhet domethënë që të biesh 7 herë dhe të ngritesh 8 herë për të arritur deri te ai qëllimi jot. Atëherë ka pasur ndonjë kompozitor apo muzikant që ju ka shoqëruar gjatë jetës dhe që riktheheni her pas herë për një frymëzim? Sigurisht, gjatë gjithë jetës time ka pasur faza në cilat kam pasur një lloj fiksimi apo obsesioni pothuajse me një kompozitor të caktuar. Në atë fazën kur kam marrë vendimin që të bëhem pianiste, ka qenë kompozitori Frédéric Chopin. Pianistët ndonjëherë ndahen nëse janë më shumë chopinist apo listian. Në sensin, Chopini është një kompozitor që e quajnë dhe poeti i pianos, ndërsa Liszt është shumë virtuoz. Janë ato pjesët shumë të forta, shumë shpejta. Unë kam qenë gjithmonë tip më afër veprave lirike, veprave më të ndjera. Normalisht teknikën duhet ta kesh gjithmonë të mirë, por me Chopinin jam identifikuar shumë. Kjo pastaj, sidomos gjatë viteve që kam studiuar në Gjermani dhe atje i japin shumë rëndësi
njohjes së literaturës gjermane, kam pasur edhe faza ku jam thelluar shumë në veprat e Bachut apo të Brahmsit dhe i kam punuar me shumë dëshirë. Ndërsa sot si natyrë besoj dhe shpesh ma kërkojnë që të luaj vepra të Debussys, që është një kompozitor francez, me tingollima mund të them shumë delikate dhe shumë të rafinuara. Këto sikur më qëndrojnë më afër shpirtit tim sot. Qartë. Së fundmi jeni rikthyer me disa performanca në Ulqin dhe Tuzë, të cilat u mirëpritën ngrësisht nga publiku. Si ndiheni kur riktheheni në vendin tuaj të lindjes, do të thotë saj përket edhe asaj pjesës artistike? Unë, si që thash më herët, jam gjenerat e parë e Shkollës Muzikës të Ulqinit dhe së bashku me disa miqë të tjerë kemi sjellë domethënë çmimet e para cilat kjo shkollë i ka marrë dhe normalisht që kur ec nëpër ato sallat e Shkollës së Muzikës dhe shoh ndonjë diplomë nga viti, nuk e di, 2000, sigurisht që ka një emocion të veçantë. Pastaj në vitet e fundit unë këtë profesionin tim muzikor e shoh edhe si një lloj mundësie për të bërë diplomaci kulturore, sepse mundohem që të bëj një integrim evropian, jo vetëm nga niveli domethënë i shkencave politike apo shoqëror, në nivel shoqëror, por edhe në nivel artistik, duke qenë se mundohem t'i gërshetoj, domethënë në rastin specifik të koncerteve në Ulqin dhe në Tuzë, unë kisha shumë dëshirë të bëja koncertet në dy vendet shqipfolse kryesore dhe të sillja domethënë një koleg timi në këto vende, që është Bledar Zajmi, që është një violoncelist i jashtëzakonshëm, është solo cellist i operës së Pragës, Çekia ka një ndër shkollat më të mira të muzikës klasike, dhe që publiku jon të ketë mundësi domethënë ta dëgjojë interpretimin e disa veprave madhore për këtë formacion nga duart e dy bashkëkombasve të tyre. Dhe shpresoj që ndoshta kjo të inspirojë edhe brezin e ri, sepse ne, kur ishim të vegjël, ne shihnim gjithmonë të tjerë që bënin koncerte të tilla dhe ajo pjesa e përfaqësimit që sot flitet shumë në politikë është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse ti në momentin që e sheh një person që është si ti, është më thjesht për ty ta imagjinosh nesër pas nesër që edhe ti mund ta bësh atë punë. Kështu që e shoh si një lloj misioni që në këtë rast sjell një performancë domethënë të një niveli evropian apo botëror në vendet tona që janë të vogla, por që kanë shumë potencial, ndërsa nga ana tjetër në vitin e kaluar kam bërë disa koncerte në Bruxelles dhe në Paris me një shoqen time Rea Veizi, që është gjithashtu shqiptare, me origjinë nga Himara e Shqipërisë, ku në Bruxelles domethënë kemi treguar që njerëz domethënë performues apo artistë nga Ballkani kanë arritur të kenë sukses në shoqëritë evropiane dhe ju tregojmë domethënë një anë tjetër të popullit ballkanas, sepse me thënë të drejtën, në Evropë perëndimore ekzistojnë disa paragjykime ndaj nesh dhe nëpërmjet kësaj mundohet ta thej domethënë atë ide dhe të na shohin edhe pak më me kuriozitet dhe me mendje të hapur. Muzika dhe politika janë dy bota krejtësisht të ndryshme. Shihni ju ndonjë lidhje të përbashkët mes tyre? Mua më duken komplet të ndërlidhura. E di që dikujt nga jashtë i duket sikur s'kan lidhje njëra me tjetrën, mirë po ta shohësh pak më thellë, muzika klasike, secila vepër normalisht është mishërim i asaj ndjenjës sociale të momentit, sepse për shembull po ta marrim veprimtarinë e Beethovenit. Ai ka qenë komplet i frymëzuar nga revolucioni francez dhe shumë vepra të tija mund ta ndjesh atë se çfarë populli francez ka pasur domethënë brenda në momentin kur kanë shpërthyer demonstrata e tjerë që në atë kohë. Kështu që është edhe një lloj momenti politik, edhe pse s'të duket kështu nga jashtë, sepse ne po të mos e studiosh pak më thellë, nuk do ta perceptosh si tillë, do ta perceptosh si një muzikë të bukur që të pëlqen apo jo, por
ka shumë do më thënë edhe aspekte politike brenda. Ndërsa politika, pastaj për mua është artë më vetë në sensin politikan vërtet suksesshëm duhet t'jenë shumë kreativ, edhe unë që vi nga bota artistike vëre që shpesher ata njerëz me cilë bashkëbisedoj që shpesh janë politikan të një niveli goxha të lartë, ajo që i pëlqen ose i inspiron më së shumti nga ato çfarë mund them janë momentet të cilat janë jashtë kornizave. Kur mendoj, duke qenë se nuk e kam bërë shkollën në të njëjtën vazhdimsi, siç është bërë shkolla nga shumë kolegë të mi, mënyra se si mendoj unë është out of the box ose jashtë kornizave të rregullave të caktuara. Kështu që për mua ato e plotësojnë njëra tjetrën. Mirë. Në përvojën tuaj në Carnegie Europe, do të thotë cilat janë sipas jush çështjet më kritike që i prekin vendet e Ballkanit në kontekstin e qërimit të Bashkimit Evropian? Aty ka tema pafund. Puna ime në Carnegie Europe me të vërtetë është shumë inspiruese sepse punoj me ekspertët mos them më të dalluar të kësaj teme, po edhe të temave tjera në nivel botror, duke qenë se Carnegie Endowment Europe thjesht është qendra e tyre në Evropë, po ata janë të bazuar në Washington DC, pastaj kanë zyra në Kaliforni, në Indi, në Lindjen e Mesme, në Kinë, në Berlin e tjerë, kështu që jemi një rrjet global. Është shumë inspiruese për mua të punoj me njerëz që që kanë më shumë eksperiencë, që janë shumë të ditur, që kanë shkruar veprat apo libra në të cilat bazohet analiza politike e çdo lloji idege është diçka që mua më frymëzon çdo ditë. Ndërsa për Ballkanin aktualisht po flasim për shumë tema, domethënë sepse nga njëra anë që nga fillimi i luftës së Ukrainës ka një interes të theksuar në Bruksel që rajoni i Ballkanit të afrohet më shumë dhe mundësisht të integrohet i tëri në Unionin Evropian. Nga ana tjetër, ka shumë kërkesa ndaj Ballkanit Perëndimor që duhet të arrijë një nivel të caktuar të mirëqenies, themi, shoqërore për të mundur të funksionojë brenda këtyre kornizave dhe është një lloj balancimi i cili jo gjithmonë duket shumë i drejtë. Ka shumë kritika ndaj Unionit Evropian dhe ndaj Brukselit në lidhje me trajtimin e temave të ndryshme, qoftë edhe për shembull rastin e Serbisë dhe Kosovës, që shpesh unë e shoh nga jashtë ka njerëz që thonë jo, po e marrin shumë me të mirë Serbinë, ndërkohë që ka shumë kritika ndaj Kosovës. Kosova është e penalizuar edhe me masa restriktive e tjerë. Mirë po, politika është shumë e komplikuar dhe ndonjëherë thjesht për të eliminuar mundësinë që një faktor ndoshta që ka qenë destabilizues, siç është Serbia, të mos shkojë drejt një konflikti të arshëm, ndonjëherë mundohen që ta zbusin raportin në mënyrë që të mos ketë trazira rajonale e tjerë. Mirë po, ndoshta ato që janë sfidat më të mëdha në të ardhmen për integrimin e Ballkanit Evropian në Union Evropian do t'jenë sigurisht fakti që gjitha shtetet e Evropës duhet të thonë po, që ne duam të kemi Malinizi apo Shqipërinë brenda në Union Evropian dhe janë disa shtete siç është Franca, siç është Hollanda dhe shtetet tjera të cilat janë kritike dhe akoma shohin që në një Europa për brenda ka shumë për të bërë që të jetë më stabile dhe më fort dhe kanë frikë që me ardhje në një antari të ri apo më shumë antarëve të ri, kjo do të bëhet akoma më vështirë. Dhe së dyti, shtetet tona kanë normalisht edhe problemet e tyre të brendshme të cilat duhet akoma të stabilizohen në mënyrë që nesër pas nesër të kemi një të ardhmë vërtet evropiane. Së fundmi patët të nderin të hapni takimin e bordit të Fondacionit Carnegie në Bruksel me një interpretim të veprës Claire Delon, apo jo. Si e përjetuat ju këtë moment dhe çfarë do të thënë një kishte për ju të përcjellit një mesazh paqeje përmes muzikës në një kontekst kaq politik dhe ndërkombëtar? Ishte diçka shumë e bukur sepse ky takim ishte një takim i një niveli global. Domethënë që gjithë
filantropët apo bëmirësit më të dalluar botror, të cilët mbështesin punën tonë, sepse në bazë të Carnegie Europe dhe zyrave të tjera të Carnegie janë, domethënë, është fondacionit, i cili është i themeluar nga përkrahja e aktorëve të ndryshëm, ish aktorëve të ndryshëm politik apo CEO të firmave më të mëdha. Dhe kur erdhi kjo ftesë më bë shumë qefi, sepse aty përveç interpretimit tim muzikor, vetëm emrat cilët janë përmendur, ishte emri i presidentit të Carnegie botror, që është i bazuar në Kaliforni, dhe emri i ministrit të jashtëm të Estonisë, që ishte i ftuari Joni Nderi, duke qenë se Estonia, një shtet i cili është shumë afër Rusisë, po bën një luftë shumë të madhe ndaj influencës ruse në Europë dhe donim të dinim se si mund ta suportojmë edhe në të ardhmen këtë rezistencë. Kështu që t'jem personi i parë që paraqitet para këtij publiku ishte një ndjesie dhe ndjenjë e veçantë, po edhe një nder, sepse në radhë parë unë ju falenderoj prindërve të mi që më kanë dhënë këtë emër, sepse çdo herë do më pyesin nga vjen emri dhe çdo herë do të kem mundësinë që t'ju tregoj që ilirët janë parasit e shqiptarëve. Normalisht gjithë ata e dinë se ku është Shqipëria dhe çfarë domethënie ka pasur populli jon për këtë rajon. Kështu që vepra që luajta ishte një vepër shumë sentimentale, pothuajse deri diku melankolike, por me një stabilitet të theksuar emocional, dhe me këtë vepër doja të inspiroja publikun që edhe në momentet e konfliktit nuk duhet të harrojmë që paqja është ajo alternativa jon e dëshiruar. Dhe nata pastaj vazhdoj me bashkëbisedime shumë interesante. Unë po jam në këtë moment duke folur për krijimin e një programi të ardhshëm në Carnegie, për cilin nuk dua të flas akoma tepër shumë, por që afër meje për shembull kisha kandidatin për president të Amerikës para disa vitesh, Bill Bradley, dhe ai ishte shumë domethënë interesuar nga kjo anë muzikore, sepse e ëma ati kështë qenë pianiste, domethënë ka shumë ndërlidhje të cilat ti nuk mund t'i paramendosh dhe thjesht unë bëj punën time shumë mirë, shumë me përqendrim dhe përkushtim, po pastaj ndonjëherë unë besoj shumë në Zot dhe them edhe Zoti t'i krijon domethënë disa momente që të sjellin drejt teje, shumë mundësi që ti nuk mund t'i imagjinosh asnjëherë. Me të vërtetë diçka e bukur. Dua të di se përmes përvojës suaj në Evropë, si e krahasoni sistemin arsimor dhe mbështetjen për artistët dhe studentët, atje me realitetin i cili është në vendin tonë? Përkrahja për artistët është e pamjaftueshme gjithandej. Nuk është që se neve ndoshta na duket që muzika klasike ka shumë tradit në Gjermani, apo në Çeki, apo në Itali. Artistët gjithandej, unë e besoj do të kishin nevojë për një përkrahje shumë më të madhe. Tek ne, siç e mbaj mend unë normalisht, në momentin që ti ke qenë një pianist i dalluar, ke pasur disa mundësi të performosh e tjerë. Por gjithandej është e vështirë, duhet të punosh shumë që të gjesh programe ku mund të aplikosh, që të marrësh bursa, ka shumë konkurrencë dhe ka shumë pak vende të cilat të japin akses me të vërtet në skena botërore, shumë më e kufizuar si sektor pune se sa sektoret e tjerë. Dhe sidomos duke punuar në institucione evropiane, kam vënë re shpesh domethënë që kolegët e mi, artistë, ndoshta punojnë shumë më shumë dhe japin rezultate shumë më shumë dhe fitojnë më pak se sa dikush që bën një punë shumë më të thjeshtë në një institucion evropian, por që ka pafund nevojë direkte, domethënë, për këtë lloj pune dhe paguhen më mirë. Kështu që artisti, unë e besoj, edhe pse e shoh si të padrejtë, artisti kënaqësinë më të madhe e merr nga puna e vet, më shumë se sa nga ana materiale, por unë shpresoj, sidomos duke parë rezultatet aktuale në nivel global që
e besoj me disa deklarata që kemi dëgjuar nga Amerika, si për shembull që erdhën nga Elon Musk, i cili tha që empatia është një nga mangësitë më të mëdha të shoqërisë perëndimore. Unë besoj që ky është një indikator shumë i qartë se sa pak është vlerësuar roli i artit në shoqëri. Artistët kanë një rol shumë të rëndësishëm shoqëror, sepse ne kemi për profesion procesuimin e gjitha ndodhive, domethënë shoqërore në një nivel emocional, sepse ti nuk mund ta ndërtosh të ardhmen tënde as në nivel individual, as në nivel shoqëror, pa integruar, të themi, pjesën emotive, dhe shpresoj që në të ardhmen do të kemi mundësi t'i faktorizojmë akoma shumë më shumë artistët në krijimin e një shoqërie më të shëndosh. Ashtu shpresojmë edhe ne. Po sa i përket rolit të femrave, si e shihni rolin e tyre në hapësirat publike në Ballkan, qoftë në art, politik apo mendim të lirë? Ka përparim në këtë qasje? E besoj që ka përparim në vitet e fundit, sigurisht. Është më e lehtë të kesh pretendime, besoj, si vajzë sot se sa para 20 vitesh, e akoma më shumë se sa para 40 vitesh e tjerë. Për mua, me rëndësi është ky momenti i globalizimit, që kemi shumë më shumë qasje në informacion, edhe vajzat janë bërë më të vetëdijshme për të drejtat e tyre elementare njerëzore, kështu që gëzohem shumë që edhe në shoqërinë tonë shoh vajzat të cilat janë shumë të realizuara, dhe shpresoj që do të mund ta përkrajmë njëra tjetrën, sepse është momenti jon. Unë fare rastisht jam e veshur sot me roz, nuk ishte ndoshta mesazhi im kryesor, po me shumë kënaqësi e marr përsipër që të them që ne si vajza, si femra mund të jemi prezente në çdo profesion i cili na inspiron, i cili na frymëzon dhe ku mund të kontribuojmë diçka të rëndësishme, dhe për atë i ftoj të gjitha femrat të jenë të forta, të jenë guximtare, të jenë punëtore, në mënyrë që nesër pas nesër të dalin para kujdo dhe të ndihen që jo vetëm që kanë të drejtë, domethënë, të bashkëpunojnë, por edhe të japin drejtim gjërave në çfarëdo lloj profesioni. Një mesazh shumë i çmuar. Atëherë, ka pasur ndonjë moment në rrugtimin tuaj ku keni menduar apo ndier lodhje apo dëshirë që të dorëzoheni? Pa fund momente të tilla ka pasur, edhe ka, sigurisht. Mirë po, unë kam pasur gjithmonë një lloj kërshërie ndaj shumë elementeve shoqërore, edhe kam qenë si tip goxha punëtor, ndërsa sot, duke qenë se kombinoj dy profesione goxha kërkuese, kam filluar të merrem edhe më rregullisht me sport, me meditim, sepse dua të mund të performoj qoftë si analiste, qoftë si pianiste në një nivel të caktuar, dhe kjo është edhe më e shëndetshme, besoj, për njeriu që të jetë i balancuar si nga ana fizike ashtu edhe nga ana mentale, dhe besoj që këto janë disa mjete të rëndësishme dhe shumë e vlerë që shpresoj do të mësohen edhe këtu tek ne në një mënyrë më konsistente, sepse me thënë drejtën, unë meditimin se kam menduar ndonjëherë deri kur isha në vitin e dytë në Gjermani, ndoshta që u akumuluan shumë gjëra së bashku dhe pa mësuar këtë aftësi, sikur isha ngulfatur nga gjitha ato detyra, koncerte, në të njëjtën kohë punoja me kohë të plotë si profesoreshe pianos dhe nuk po arrija ta thjesht të kapja atë frymën, pothuajse, dhe me meditimin ka arritur të më qetësoj shumë nga ana brendshme dhe mundohem domethënë ta praktikoj rregullisht. Po performanca juaj që do të thotë e mbani mend, por që ju ka lënë më së shumti mbresat, është ndonjëra? E besoj që performanca ime për 300 vjetorin e qytetit Karsur ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të bukura, sepse aty pata mundësinë të performoj para 40.000 vetash, pra shumë një publik i madh që për koncertet klasike zakonisht nuk është tradit, dhe kjo më ka dhënë shumë emocion, sepse jo vetëm luajta disa vepra të cilat kishin qenë të ndaluara gjatë luftës së dytë botërore, por edhe për faktin që në mua kishin njohur një lloj femre e cila
i kishte asociuar në këtë kompozitore e cila nuk ishte lejuar të performonte gjatë viteve të luftës, sepse me këtë vullnetin e palëkundur, kishin thënë është një vullnet i cili na ka kujtuar shumë historinë tënde. Ky për mua ka qenë një moment shumë mu bë normalisht qefi jashmase, po pastaj edhe eksperiencat ndryshme në gara ku kam përjetuar që i gjithë publiku të ngritet në këmbë, është diçka shumë domethënë se jo aq shumë në nivelin egoist, por thjesht kesh aftësinë emocionale të komunikosh me muzikën aq thellë saqë të lëvizi diçka nga brenda në një publik i cili nuk është as ekspert i muzikës klasike, është diçka që të bën të ndjesh vërtet që po përçon një mesazh të rëndësishëm, edhe këto momente i kujtoj me shumë kënaqësi. Por ka ndonjë ndër profesionale që ende nuk e keni realizuar, qoftë në muzikë apo në fushën e politikës? Sa më shumë punoj dhe sa më shumë po ecë përpara, vazhdimisht po krijohen disa ide dhe ëndra. Tani i kam disa, por që ca për i tyre kanë filluar të kështu sikur i shoh edhe duke u realizuar, prandaj jo që jam shumë supersticioze, por do i mbaj për vetë edhe një moment. Mirë, po sa i përket muzikës, cilat janë ato planet për të ardhmen? Me muzikën kam dëshirë të bëj disa koncerte, kam qef ta prezantoj muzikën tonë shqiptare në Bruxelles dhe për këtë po mundohem që me muzikantë si Bledi apo të tjerë të njohim sa më shumë program dhe të piketojmë domethënë një mbrëmje e cila do të ishte si një lloj busulle për ato vendet tona dhe meloditë më të bukura. Shpresoj që këtë do të mund ta bëjmë realitet dhe në mendjen time pothuajse është e sigurt që do të realizohet, duke qenë se edhe brenda Carnegie Europe tashmë, edhe brenda qarqeve të analistëve politik, kanë filluar të njihem si ajo analiste që nuk është vetëm analiste, por që është dhe pianiste dhe shpesh në programet evropiane të tjerë kërkohen, domethënë mundësi që diseminimi i mesazheve të bëhet në mënyra kreative dhe në mënyra alternative. Kështu që në një nga projektet ku jam e përfshirë, që është i planifikuar të zbatohet në 12 shtete evropiane, unë jam ajo që jo vetëm do bëj analizë politike, po do bëj dhe diseminimin apo shpërndarjen e mesazheve nëpërmjet muzikës klasike dhe shpresoj në momentin që të miratohet që të kem mundësi domethënë ta sjell muzikën tonë shqiptare në 12 shtete evropiane. Shpresojmë ne shumë që t'ju realizohet. Atëherë, besoj e gjithë biseda ishte motivuese, por duhet të marrë edhe një mesazh nga ju për gjithë të rinj, për ata që ndoshta ndihen të pasigurt, por që kanë një ëndër të vogël për art, studime apo ndonjë angazhim tjetër shoqëror. Për mua, më pyetet disa herë për këto momentet e vështira, edhe është interesante, sepse në momentet vështira, zakonisht vinë kur gjërat komplikohen shumë, kur jeta bëhet tetë komplekse dhe të duket sikur nuk po ja del me atë ritmin që do, është për mua ka qenë shpëtim, rikthimi në origjinën time. Dhe ndoshta ky është mesazhi më i rëndësishëm që në momentin që ti e di kush je, bota është e vogël. Faleminderit shumë. Atëherë më mbetet ju falenderoj shumë për gjithë këtë bisedë, për një pjesë të rrugtimit tuaj që keni ndarë me ne me kaq sinqeritet për sfidat, historitë dhe për mesazhet të shumta që i keni përcjellë përmes ekranit të televizionit Bojë. Ne ju urojmë shumë suksese në çdo hap të rrugtimit tuaj. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët deri në takimin tonë të radhës. Ju ftojmë që të jeni me programin e televizionit Bojë, ndërsa ne ju lejmë në tingujt e bukur të Iliriana Gjoni.
Thank you.